dua për provim, po lyp ky personi që po pyet, ka dua për provim, por janë paraprakisht disa kushte. Kushti i parë është që më ullë me marrë abdes fillimisht, pastaj më ullë në karrik, me qitë librën para vetës, me mësu. Kusht është me nejtë s'paku ullur 5 orë në ditë me lexu, me nxej mirë karrikën, mos me ba duan pa fillu syt me dhimbë kështu prej leximit madh. A i kryte këta, pastaj ban një dua çdo ditë, masi ta krynqet çdo kushte, thu Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Që shqip, do me thonë, o Zot, më mësa apo më jep dije në gjërat apo rreth gjërave që më bëjnë dobi. Edhe më jep dobi për asaj që e kam mësu. Do me thonë, më mësa gjërat që më bëjnë dobi, po ashtu më bën dobi për gjërave që i kam mësu. Një prej duave edhe kjo është, po mos i harratu 3 kushtet paraprake, ha? Allah të rujtë.